Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, si jeni, si jeni zgjuar? Mirëmëngjes, Kastor. Mirëmëngjes, Brejtës. Sa bukur. Jemi zgjuar kështu si fëmijë sot. Kalamaja, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, teta. Këndojmë himnin e Shqipërisë. Gati. Mora fjalë. Atë do këndoja. Kjo tregon që ky emision tashmë dhe ne të tre jemi në sintoni të plotë. Sintoni dhe kemi arritur një gjuhë marrëveshjeje. Kjo sintonia është në gjuhën e muzikantëve. Në sinkron do thoshim ne gazetarët. Për shembull, çka më përmendëm më Po ja që sinkroni, po ke njerëz që thonë sinkrom. Sinkron. Ja, Romina e dha reagimin e saj që në mëngjes. Po ka njerëz sa të duash që thonë ne jemi sinkron tani. Po, si në krom. U rëndita, se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, me thënë drejtë. Edhe njerëz që thonë famtastike. Fantastike. Mbrekullueshme, pastaj është perl. Mbrekullueshme, po me bë të madhe me. Është perl, është perl. Po, perl. Na thonë një perl. Gjithsesi jemi zgjuar shumë mirë sot. Perla ka sa duash, në fakt mjafton që të kërkosh në fund të detit. Sa i perl sot. Sa oqeanik. Aquameni komplet. Në fakt në Indonezi gjenden ujërat e cekta të përrenjve ose lumenjve. Mirë, okej, mirë. Atëherë në Indonezi do shkojmë, se aty që e kemi tamam. Më thonë, aty unë rri deri në mes këtu, edhe kërkoj për perla. Vetëm duart. Kërkoj për perla, vetëm duart. Po, por është punë e mirë fillt. Atje që ka perlë të kërkosh për perla. Çfarë perle? Ndërkohë, si jeni zgjuar ju të dashura? Po shikoja një video që një personazh nga Kosova thoshte të gjitha fjalët me p. A ishte perle, jo. E perle ishte. Më jepi një shembull që ta kuptojmë dhe ne. Profesor Pajaziti po përdorte pirunin, pirunin perfekt, për shembull. Në pjetorën 5 burra, pije kishin marrë, pije kishin marrë, erdhën polica, po pra, do të thënë, ishin 5 polica, po shikonin ndeshjen se ishte ndeshja Paris Saint-Germain. 5 polica, Parisin... I vazhdojnë dhe po kishte mundësi që çdo gjë thoshte me p. Në fund pjeshka që ronin, ishte kështu gjatë ditës. Me vërtet ishte kështu, se kam parë të pjeshka. Pas ka fiksuar djali. Po pra. Jo, po ishte shumë e bukur dhe ai thoshte aq shpejt se që të bënte përshtypje. Do ta bëjmë një sfidë, ka bërë prova. Zgjidh një shkronjë dhe hajde me detyrat. Kënd. E sigurt që do të thoshte Romina kënd. Ishte i bindur. Po pse më mund të thoja edhe rën. Jo, të këra jemi në regull, sepse jemi kryevepër. Okej, ti zgjidh edhe pëm, po të kryevepër. Mund të zgjedh mbase një sintoni të dyjave, ose një sinkron. Po nuk na duhen fjalë të kombinuara. Është shumë speciale. Nuk na duhen fjalë të kombinuara, na duhen të veçanta. Po e keni vënë re që kemi zgjuar mirë sot? Me shumë British humor sot. Me shumë humor britanik sot. Imagjino ti ishte pas kamerave. Pas kamerave është tjetër gjë. Nuk ja këshilloj asnjërit na dëgjojë. Vetëm miqve të ngushtë. Vetëm miqve të ngushtë, po rrethi afërt se e din. Pra nëse doni të jeni rrethi jon, hajdeni këtu dhe ne do ta bëjmë sezonin tjetër me publik. Po pranojmë kollajën e bërë. Po prandaj ka kritere. Prandaj po them, do ta bëjmë me publik, do bëjmë kështu që të paktën njerëz sa bukur do ishte me publik, të thoje një fjali për shembull dhe ama se vdesti për ato publiku të argëtoj shumë. Marojmë, pa ato na kërkoj shpirti me artist pra në zemër, e kuptoni? E bëjmë që sa herë flasësh ti sot ne të jemi kështu? Jo. Është më tepër regjia, mos guzoni të vini kështu do. Ajo është si me trenin, pastaj i themi ç'po ndodh. Jo, isha herën e kaluar, unë isha këtu. Mirë pra, si jeni zgjuar sot? Shumë mirë, duket që jemi zgjuar shumë mirë. Duket, është e vërtet. Çfarë bën dje? Lezetshëm. Dje? Çfarë bëm dje? Unë dhe bora ngrëm qershi. Po, por mua ka qenë një ditë fantastike dje. Filloi sezoni qershi. Ka filluar domethënë. Ka filluar sezoni qershive në story. Sigur kisha ditëlindjen tani në mes fund majit, çai bie. Dhe çfarë ndodhi? Por vetëm njerëz që më takonin, dhurata, surpriza, falënderime, mirënjohje, ftesë, thash morë sa është data, më çfarë ndodh. Bravo. Po, u ndjeva shumë kështu, në darkë po mendohesha, u emocionova, fillova kështu po mbushë syt me lodhë. Po me çfarë rasti? Apo kështu natyrshëm? Rastin e fesës malosme. E pra, më pëlqen kaq shumë kur s'ka rast. Njerëzit kujtohen, domethënë, që të tregojnë mirënjohjen e tyre ose vlerësime, dhe më bëhet shumë qefi që
janë kaq rastësore gjërat. Pa një ditë të caktuar. Madje më shumë se sa të ditëlindja ka pas. Është një ditë që të pas ka ngelur në mendje dhe më vjen shumë mirë e dashur kolege. E dashur shoqja ime Bora. Ua, nga motor u bëre shoqja e dashur shoqja ime Romina. Motor. E dashur gjysma ime e zemrës Romina. Si kalove ti dje? Ka ndryshuar tash kursi. Kursi këmbimit valutor sipas Bankës Shqipërisë sot është, po. Si jam zgjuar unë, më pyete, ç'm pyete? Jo, si e zgjuar e mora vesh. Si e zgjuar Si kalove? Si kalove dije. Dje. Dije. 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 Dje ka qenë një ditë plot me dije. Dije. Dhe me diell dhe me qershi, siç të thash. Po, ato qershit janë 6.000 ca lekilja, po ja vlen, kur si paguan vetë. Ja vlen, po. Është një investim si për Bono Thesari, në fakt. Mua këto qershit më janë bërë kështu, sa po më shikon ai njeriu te kafja atje, dhe shkon ke marrë qershi, po, më jep mua vete, i merr Lani pastron, se e di shumë mirë që më shijon e kafja, në ato qershit, nuk e di, domethënë, është fruti im i preferuar, mund të konsumoj kështu me kilogram, por unë dua ato që janë pak të afta, jo shumë të bëra. Më pëlqejnë ato që kanë një ngjyrë të kuqërrem të errët. Dhe ne, për shumë nga zona jonë, i themi bisht shkurtra. Pse? Po, sepse kanë bishtin të shkurtër, nga fjala, dhe janë kopërmave vishnje, ose vishnje, që që e ndryshe. Ti vetëm ato që kanë bishtin e shkurtër, i bie që janë të afta, apo jo? Jo, pra jo, po them këto që janë shumë të ëmbla, që ndryshe quhen vishnje ose bish shkurtra, janë kokër mëdhaj dhe janë ngjyrë më të errët dhe janë më të bëra, zakonisht. Ashtu duam. E pra, e kuptoj. Mirë, atëherë unë 1 kile ato janë dhe më të shkurtra dua. shtrenjta. Bisht shkurtra, vishnje ëmbla. Për mos ja u zgjasni shumë bishtin përgjithsi. Jo. Pra, a do pa bisht fare më mirë? Po si tje. Ato që janë kështu si të verdha, pa... O, dhe ato janë fantastike. Ato janë shumë të ëmbla për mua. Ato sikur bëhen andej nga fundi i sezonit. Në fund. Unë them të bëjmë emisionin për qershit sot. Origjina e qershive. Po, të tregoj unë gjitha, kam bërë shumë sezonit këto. Origjina, vlerat, kur përdoren farat e qershive, bishtat e qershive që do të bëjmë qaj. Gjën kalon farën e qershis poshtë pa dashi. Po, të mbinë në stomak, të mbinë një bim. Bëhet një pemë qershize. Unë do thojë një tjetër gjë, se thjesht në një proces tjetër mund të vuash pak më shumë ndoshta, ose jo, sepse ndihmojnë në konstipacion. Mirë, okej, unë them që të bëj një kafe ty dhe vetes sot. Po pse ty dhe vetes, po Rominës? Romina është e pa diskutueshme, po sot do bëhet kafja dytë për veten, se pas kam nevojë që bëjet parë, ta piqe erët sot. Po, merret parën. Ta bëjt parën? Qa thua, ma lëshove vëndin sot? Po s'ka gjë. Ua, që pas ke gjë. Thirëm kapiten. Po mirë, po e bëj për vetet parën sot, po ja bëj vetes një sot. Dhe opa nuk është ngrohur uji. Ja, është ngrohur uji tani, po pritë se do bën gota që dali kafe. Aq shumë e intimidove se qaroj të vinte gotën. Punoj. Segafredo nuk më shgënjen kur. Po, të mban në hatër Segafredo. Çfarë do bëhet ti pa mua? Kur fillon Adi, Rizori kërkon ndonjë kafe. Aty po. Është gjithmonë e bllokuar. Po. Është gjithmonë ai momenti që kanë pirë 30 veta. Që duhet pastruar. Ja. Qartë, të bëj mirë. U bë gati, faleminderit. U bë gati, po ti prap se pi dot, se do jesh proces. Jo, mirë, s'ka gjë, shumë pije pastaj. Pije me karar. Se s'të bon zarar. Morë një portret shumë. Pije me karar. Shkojmë të videot virale, hajde ndjekim. Ja. Së fundmi ka menduar të hap një rajon policie. Po, shumë ide. Qas ka menduar të hap? Po një rajon policie në fakt privat, imagino si mund të... Privat? Po pra privat. Ta kishe tëndin, ta kontrolloj e vetë. Po të shë do bëhe me të? Kush do t'i kapte, apo do... Nese. Është të shimo betë. Bravo ti. E pas ke ti një ide. Po se kam shumë miq që i kam në polici. Aha, dhe do i kontraktoje t'i bëje privat. Jo, për te asaj, më thënë do m'jep në ata ide të Po t'na bun biznesit. gjoba.
Shiko, shiko. Apo si ka ma shmish? Mua nuk para më ka funksionuar, se mua dyre patenta... Romina, ke rënë rahat, zbesojmë, për ka i shko, tani pas një 3-4 vite. Unë jam e bekuar me të drejtën. Unë them... Se zakonisht e disi thuet që punën e sot me mos e lërë për nesër. O, po do të që doli mirë të ky rast? E kupton ti si ka ndryshu kohë. Ja që... Si pagova unë gjoba, ti fali qeveria. Bravo, bravo. Sa lek të fali qeveria? Ja, 200.000 lek të mirë. 200.000 lek? Votove ti? Po, pa tjetër. Ka një farë të drejtë opozita. Bravo, bravo. Sa bukur, po si silazh dhe unë pa paguar. Po, pra, është çështje zgjuarësie kjo. Po, fiks. Ishte ai momenti që ti je në luftë me vete, ti ki ti paguaj, po pse ti paguaj? Jo, s'kisha ndërmend me thënë drejtën. Atëherë mund t'i lëm 4 vjet për shembull, deri te 4 vjeçari i ardhshëm. Ora unë mendoja që për 5 vite e digjeshin ato. Di që po... Digjet vetë tua gjoba. Se gjena zgjë, thjesht digjet gjoba. Unë e manifestova dhe ja ndodhi për 2 vite. Ka thënë Afrodita, manifestoje dhe do të ndodhi. Bravo. E vërtet. Fantastike. Ja që Të ndodhi. manifestoj në një falje kredia, unë tani se... Po, filloj njërë, se ndoshta fillon reduktohet, ndoshta jo dhe gjitha për njërës, po. Mund të venitet. Aty kam përshtypjen Shqipëria në radhë në manifestim, janë gjithë duke parë në kështu. Mund të ndodhë një hakerimi bankave në Shqipëri, faljen kredit, po. Imagjino të fshihen dhënat. Qas mund të ndodhë? Kuj ka shkomenja se? Të ka lykë e zjarë mjenët në emër tjetër. Pra, nga një indian për shumë. Po, ta ketë një indian kredin tënde. Me shënë se kështë qef ta akeronte. Po, ta paguaj në rupla. Po, në rupla. Në rupla dhe rupla, pa e s'ka gjë. 1 euro ka që rupla. S'ka gjë me valigje. Më bëj një byrek. Po, ecim titujt, do me thënë. S'ka gjë se jemi mirë sot. Okej. Aktori i famshëm francez, Gérard Depardieu. Parlez-vous français? Depardieu. Depardieu. Dënohet me 18 muaj burg për sulm seksual. Vërtet, Po. Është kjo më? Ai që në 2021 në fakt është hapur një proces gjyqësor kundër Gérard Depardieu, kërkonin autoritetet franceze që ai të dënohej që atëherë për mendoj një sulm seksual që kishte bërë ndaj 2 grave në shesh Xhirimi në 2021. Po, dhe më pas ai para 4 vitesh u mendua kjo pjesa që iku për strehim për azil politik në Rusi. Ishte një kohë tek e cila ai u zhvendos dhe shkoi në Rusi. Gjatë periudhës që ai ishte në gjyq me Tani ka qenë sulm seksual apo ngacmim seksual në sulm shesh Xhirim? seksual, pra është menduar, të gjitha fakte kanë çuar drejt faktit që ai ka bërë një sulm seksual ndaj 2 grave. Në shesh Xhirim ato e kanë denoncuar. Normalisht që në bazë të kundërpadive. Mirë vendore me bë këtë veprim, sidomos në shesh Xhirim. Ose mund t'jetë mësuar dhe thjesht nuk e kanë denoncuar të tjerë më përpara, ndoshta të tjera më përpara. Mund të ketë pasur edhe... Po, histori të ngjashme, po. Po, është proceduar nga gjykata, 4 vite, sepse ka zgjatur shumë gjyqi, dhe tashmë, përpara pak ditësh, është vendosur që ai do të dënohet me 18 muaj burg. Zyrtarisht nga gjykata franceze. E di që ma shpif mua në kuptimin e plot të fjalës të këto gjëra, fakti që këta njerëz kujtojnë që kanë një lloj fuqie dhe mund të bëjnë gjithçka, mund ngacmojnë këtë duan, mund të kenë këtë duan, mjafton të vënë gishtin dhe kjo është një nga ato gjëra që thua seriozisht mund ta bëj këtë gjë, se ndodhet edhe në Shqipëri kjo, që ti ke një post një status edhe ti thua që mua mund të më afrohet çdo kush, mund të kem këdo, mund ngacmoj këdo dhe s'më gjen gjë. Por vajzat, gratë, edhe djemtë, sepse ka ndodhur dhe kohët e fundit edhe çështja edhe me djemt për ngacmime seksuale. E pa ta sparankohen në këtë. Jo, po s'duhet të hezitojmë, kur ka sulme seksuale, besoj se nuk janë në gjendje që të tërhiqen, mendoj. Se mund të mos kenë të njëjtën gjë parasysh, për shembull. Ai është munduar shumë që ta shmang këtë si dënim, në fakt. Ai është munduar shumë që të krijonte një alibi të përshtatshme për gjithë situatën. Ai vazhdon ende sot e kësaj dite të thotë që është i pafajshëm për akuzat që i kanë rënë përsipër, por mbi të gjitha, ai është një aktor që Franca e do shumë. Është një ndër aktorët më të famshëm francez. Edhe jo vetëm francez, ka luajtur edhe në Hollywood, ka luajtur në filma të ndryshëm,
Por, në fakt ishte habi mënyra se si mendoj që ai mund të kishte kryer vërtet një sulm seksual, por ja që gjykata franceze tashmë ka vendosur verdiktin edhe i ka dhënë fund muhabetit. Po, pra, okej, ecim dhe tjetrën. Ecim. Ku jemi? Jemi tek mëcën në televizion dhe mund të komentojmë pafund për mëcën në televizion. Balanca mes karrierës dhe jetës personale, a ekziston me të vërtet? Jo. Jo. Ekziston, pra? Po nga gazetari ti s'ke praktikisht një jetë personale, nuk e bën dot diferencën. Ja, unë tani për shembull këtë temën, kur e mora për të filluar nga Bora. Do më thonë, karriera, jeta personale, jeta si mami, jeta bashkëshortore. Si ja del ti për të mbajtur një balancë? Po, në rast të parë është dashuria e madhe që unë kam për punën. Po, kam arritur me vite kjo, mendoj që ndodh me një lloj pjekurie dhe ti e kupton që duhet të ndash, domethënë, dhe kohën e përkushtuar ndaj familjes. S'mund ti hash kohën fëmijës tënd sepse nuk të ka për detyrë ai që ti ke zgjedhur të bësh edhe karrierën edhe ti jesh edhe një mami, ndërkohë, do të jesh edhe një bashkëshorte njëkohësisht, mundet mos jesh perfekte në gjithçka që bën, por ti mundohesh që të bësh më të mirën e asaj që je. Dhe që unë kështu e kam gjetur balancën time si një njerëz që dashuron punën, si një njerëz që dashuron dhe jetën familjare dhe atë të qenit një nën, që kështu mendoj që këtë balancë kam gjetur me veten time. Po kam përshtypjen që tek ti, duke marrë parasysh profesionin ton, duhet të qenë shumë herë më vështirë se sa tek një vajzë, një grua tjetër që mund të ketë një punë shumë komode. Pa diskutim. 8-4 edhe mbyllet cikli i punës aty dhe nuk ke gjithkohës në telefon, që duhet patjetër të heqësh vëmendje dhe kohë nga vajza, për shembull nga fëmia, për të dedikuar punës. Duhem përgënjeshtruar zërat që krijohen në fakt për profesionin që mbi të gjitha ju të dyja keni. Pra duke qenë gazetare. Që mendojnë që është thjesht. Mendojnë që mbaron emisionin dhe secili është shumë i lumtur në jetën e tij. Dhe çdo gjë bëhet me magji. Pra se ekziston diçka tek e cila mendojnë njerëzit që të punosh në televizion është rati shumë e madhe edhe nuk krahasohet me punë tjera. Punët nuk kanë krahasim në fakt me njëra tjetrën. Mund të jetë një rati për personat që nuk merren me pikërisht, për ata që janë të shtrirë nga ekrani. Mund të jetë një lloj atje ose komoditet për personat që e kanë vetëm për çështje moderimi, mendoj unë, dhe nuk kujdesen dhe nuk mendojnë për asnjë gjë tjetër. Po, përsëri është përgjegjësi dhe ajo, dhe aq pa. Ditë në ekran duhet të jesh informuar, duhet të jesh lexuar, duhet të jesh koherente me çdo informacion. Sepse njerëzit kanë shumë pritshmëri nga ne, njerëzit presin që ne të kemi një uri nga të gjitha fushat e të ftuarve që ne ftojmë në emision. Dhe njerëz është e pamundur që ti dish edhe nga mjekësia, edhe nga sporti, edhe nga shkenca, edhe nga kultura, edhe nga showbizi, kështu që duhet patjetër që ti të përgatitesh. Po, gjithsesi është shumë e vështirë. Shikoj, unë kam pasur raste që kam thënë pse duhet tani ta bëj këtë gjë, sepse kur kam dalë nga shtëpia dhe goca ime është zgjuar, më kanë ndjerë që më po dal, ka thënë mami mos ik sot në punë, ka qarë, ka dashur që të ri aty, ma ka vështirësuar shumë situatën për të ardhur në punë, se duke qenë se një emision mëngjesi për kaq shumë kohësh, kërkon shumë impenjim dhe vjen që unë mëngjeset me atë nuk i gëzoj dot dhe i gëzojmë kaq shumë fundjavës kur vjen, por kjo është ajo sfida që ti bën me veten, pra do të bësh patjetër ta bësh kjo është të gjesh balancat. Po, pra do të gjesh balancat. Të paktën sipas artikullit thuhet që një ekuilibër real, mënyrat për të ndërtuar një ekuilibër real të paktën tek vajzat, sepse balanca e karrierës me jetën personale mbi të gjitha është flitet për vajzat, është vetdia për kufijtë e brendshëm. Pra nuk fillon thjesht me menaxhimin e orarit balanca, por me njohjen e kufirit midis asaj që ti mundesh dhe asaj që ti s'mundesh dhe nuk do të bësh. Pra duhet të kesh gjithmonë një jo në xhepin tënd për të thënë për punë të ndryshme ose për situata të ndryshme tek të cilat mund të trondojnë ende më shumë balancën tënde të jetës personale mbi të gjitha. Rikthimi thotë te përparësitë e vërteta, kur gjithçka duket urgjente, asgjë nuk është e rëndësishme. Balanca kërkon një rishikim të vazhdueshëm, çfarë ka më shumë vlerë, çfarë mund të pres dhe çfarë po më konsumon pa më kthyer asgjë mbrapsht. Sigurisht. Kur bëhet raport me punën edhe jetës familjare, nëse ti të zgjidhje që ti shafë familje, sepse puna nuk është aq produktive, nuk është aq që ti kishe menduar, dhe ti e ndjen veten të sakrifikuar në këtë gjë që po bën, mendoj që çdo njeri ka marrë vendimet e duhura dhe ka thënë që nuk ja vlem se po bëj këtë sakrificë, do mendoj një gjë alternative që unë nuk sakrifikoj as jetën familjare, por as të shpenzoj energjinë dhe fuqitë e mia në punë.
mendoj që kjo është, por një njeri duhet ka njerëz që rrinë në punë, në të njëjtin vend pune për 20 vitesh, që për mua E është çmerrshme më duket. Po. Konsumuese. është konsumuese, rutina është konsumuese. Ndërkohë, kjo tjetra për mua është më e rëndësishme nga të gjitha pikat, sepse thuhet koha për veten është investim dhe jo luks. Pra, mirëqenie emocionale dhe fizike nuk janë një shpërblim pas punës, por janë një parakusht, thot, për të qenë të qëndrueshëm në çdo aspekt tjetër të jetës. Po. Pra, pushimi, qetësia, kujdesi për trupin dhe mendjen nuk janë anti-karrierë, por janë thelbi i një karriere të shëndetshme. Sigurisht, po. Pra se shpeshherë thuhet, po unë kam luks tri pushim. Pra këtë gjë nuk duhet ja lejojnë njerëzit vetes, mendoj të paktën. Ka gjë ta thonë të tjerët masivisht, ti pushim çfarë luksi. Po. Edhe ti so, po më fal pak, po kemi punuar kaq shumë kohë dhe Pra ndoshta është me periudha. ti Ka ndjen edhe periudha. një lloj detyre për t'ja justifikuar, nuk e di pse jemi kështu ne, domethënë. Ose mendoj që është pjesë e njerëzve dhe njerëzve të përgjegjshëm që i jep një lloj shpjegimi, se ka njerëz tjerë po, okay. Mendoj që është me periudha. Ka njerëz që bëjnë sakrifica për një periudhë kohe për të arritur ato që ata kërkojnë në jetën e tyre, rezultatet që ata presin. Pastaj vjen një pauzë, ndoshta një periudhë më tjetër, po, të gjen balancën. Ndodhet diçka në fakt në Europë është shumë e vështirë që ti të kesh 2 punësime ose 3 punësime. Po. Taksat janë ekstremisht shumë të larta dhe jo më kot janë taksat aq të larta, sepse ata mendojnë për mirëqenien e njerëzve që As duan ata që të bëjnë njerëzit duan 3 të bëjnë 2 punë. ose 3 punë. Si? Nuk do shteti që njerëzit bëjnë 3 punë se lodhen. Po. Pra Do të shteti duhet të mendon për përkushtojnë jetës mirëqenien e familjare, njerëzve po, dhe jetës sociale. në vetvete taksat janë shumë të larta Po. sepse jeta sociale është shumë e rëndësishme, të paktën për pjesën e Europës që kemi dieni në bazë të njerëzve që jetojnë atje. Atëherë bëjmë një thirrje edhe në qeverisë shqiptare për rritje taksash për 2 punësimi dhe 3 punësimi. Ka ndodhur, po problemi është këtu ama që shtetet në Europë mendojnë shumë për sa i përket gjithë planit të siguracionit të çdo individi që është pjesëmarrës është pjesë e atij shteti dhe mbi të gjitha mendojnë shumë që pagat janë të kënaqshme që ti me një punë që mund të bësh të arrish të përballosh sistemin e jetesës. Pra kur ne flasim për një rrogë minimale, absolutisht je në kufit e mbi jetesës kur je në Europë, rroga minimale që mund të jetë atje, ama në fund të muajit ti arrin t'ja dalësh. Pra pa pasur nevojën edhe për një punë të dytë. Të paktën në raste që kemi parë që në çdo shtet kemi nga një përvojë. Ne shqiptarët e dim që në çdo shtet kemi një njeri i cili na ka treguar për sistemin e taksave, shumë që je interesuar ti për taksat në vendet evropiane. Jam interesuar në fakt, sidomos për 2 punësimin. Po ecim. Ecim. Cardi B konfirmon lidhjen e re pas ndarjes nga Offset. Kur u ndan mërvlla, kur u lidhën. U nda dhe u lidh me një herë me tjetrin, në fakt. Është ylli i futbollit amerikan, NFL, bëhet fjalë për Stefon Diggs. Kanë bërë publike lidhjen, Stefon Diggs edhe Cardi B, pas një dalje romantike në një ndeshje të play-offit të NBA-t. Edhe kjo ka qenë pikërisht dalja tyre e parë përpara kamerave, që njerëzit e kanë parë dhe lidhjen që ata kanë. Shkojnë kombinimi tyre. Ai është 1.83, ajo është 1.60. Ka një diferencë. 1.83, 1.60, e po mirë që kanë kështu. Ka një diferencë, po ai në fakt ngjan sa një dollap, se normalisht është dhe pjesë e futbollit amerikan, kështu që ka një fizik. Është si me ju afru unë Ledi tani kështu. Po. Ka një fizik jashtëzakonshëm, në fakt, dhe është një ndër më të dalluarit. Po, një djalë 1.94 thot për një djalë që është 1.83 i gjatë që është një dollap. Ju çfarë jeni lindet? Ky është një kanat. Portmanto. Zoti i madh, po gjithsesi domethënë, ai ngjan shumë i madh për shkak të fizikut që ka, siç e shpjegova domethënë. Por që edhe Cardi B nuk ngelet mbrapa. Normalisht e dim gjithë që hiret që ka Cardi B, forma trupore. Le të themi që kompensojnë base dhe gjatësinë që ajo ka. Brava, justifikojnë. Edhe kjo duket, në fakt, sa të lumtur janë edhe në foto. Ma i lumtur më duket Cardi, në fakt. Po mirë. Po ajo do jetë se... Apo është misterioze, e kështu në daljet publike. Është djalë. Pastaj ai ka detyrën që ta ruaj pak atë seriozitetin e tij. Mirë, po Beni pse se ruan? Beni Selenës. Po s'është këshuaj. Po Beni... Është kusho ky Beni? Po Beni Selenës. Po Beni Selenës është tjetër gjë. Tani të vësh Benin e Selenës edhe Stefonin e Cardit. Ngjajnë kështu si
Nata me ditën. Nata me ditën fix. Po. Po, është më Më thënë, kanë shumë ndryshim përsa i përket edhe qasjes fizike që kanë, e gërësia në portret në base, Beni është tjetër lloj standardi. I but, duket. I but, ama, po bën nami me shoqet. Për të surprizuar Selenën të ke fundit, Po, me shoqet e kisha fjalën për të organizuar atë festën. Bravo. Po thuhet në Hollywood, në fakt, me çam kanë thënë mua, thuhet që Beni s'fal. Me çam ka thënë mua. Po, këtë kontaktet tua në Hollywood. Beni, pa. Kë ke burim andi, kë ke? Ande, New York Times, The Sun. I kam gjitha, pa. Bravo. Gjithsesi, do me thënë. Lafës mirë. Gjithsesi, mendoj që Cardi B ka bërë një marrëveshje, një zgjedhje të mirë, janë të dy shkojnë si çift. Po. Mendoj që inshallah i herë kanë jetë gjatësi, se këtë ju urojmë, të kenë jetë gjatësi si çift. Pastaj e dini vetë ju. Se është tjetër gjë tani, se marrëdhëniet sidomos andej një herë janë bërë kështu hap. Ose këte janë... Jo, këte janë pak më afat gjatë. Janë një qik më shumë. Janë 2 muaj. Bravo, ecim. Zot. Një britanik gjeti Nokia në ti 330 pas 20 vitesh, ende kishte 70% bateri. Perl pra, nuk ishte konsumuar bateria, nuk e kishte gjetur asgjë, telefoni ka qenë i fikur, për gjatë 20 viteve. Në sëndukun... Edhe ka të butonin lartë mos ga bëj shumë. E kam në trua të zilën ikonike të Nokia. Po, se Snake-u aty që e keni shpiru fare Snake-u. Ishim këtu për bënë. Konte 33.700 sa aty ajo niveli, bëj gjarë për i mirë që s'dilte nga telefoni. Dhe kur ante atë bishtin e vetë ishte dhimbje. Ishte dhimbje, ta jep të mund të qafa, të ishe këtu. Ka qenë epoke Po kjo nisja me duart që prekeshim. Po. Connecting people. Ishte perl, do më thënë, por aji e gjeti një sënduk të shtëpis, pas 20 vitesh e kishte arruar fare që e kishte. Në fakt, kam dhe unë një Nokia në shtëpi, ikoniku i mamit, po duke di, do t'a provoj. Interesant. Ishte shumë interesant. Aje ka pasur të fikur, të ruajtur në një vënd të cili nuk ka pasur kontakt, as me lagështirën, as me kushtet atmosferike, me asgjë, do më thënë. Dhe telefoni kishte 70% bateri, pra ka ruajtur baterin për gjatë 20 vite. Si tani dhe s'ka 70% bateri. Është britanik, mund t'a fike dhe me 70%. Ne po se pam që është 5%, 1%, e thua tani do fiket kjo. Paktën të rëminat mos ketë shumë shpresa, kur t'a ndezit këtë 1% dhe e shumë e lumëtur. Sa 1% që mba një javë të Nokia. Te Nokia po? Jo, unë se lëkur të shkoj telefoni aty, kaloj, shkoj të 20. Qa su ti? Po ashtu i bën shumë dëm baterisë. Po, është shkatron. Unë mundësisht kam shumë qef të fiket të lietash në gjendë të li. Po ja të qëllon që të dalësh, të qëllon që duhet të dalësh dhe ke telefonin me 3% bateri. Dje për shembull, unë kam ndendur gati 3 orë pa telefon. Ja, me telefon fikur, ka shiu, nuk ndodh. Ajo është gjë shumë e bukur në fakt, po puna është që s'na lë mendorja ta bëjmë, si gjest. Për shembull, duhet provuar, unë kisha punë dhe nuk kisha mundësi të karikoja. Dhe isha në lëvizje gjithë kohës. Mjafton që kisha thënë natyre të shtëpisë që s'kam bateri, gocën për dorë, bëj ca punë, ca pazare, isha... Se di, më duket, ndjem shumë e pasigurt nëse nuk kam telefonin me vetëm. Se është kjo, ne jemi bërë diktit pas telefonit. Jo, nuk e kam vetëm për të parë, po thjesht mendoj që nëse më do diçka, do kem këtë do telefonoj, do jem gjatë gjithë kohës. Shiko, telefoni e ka arritur. Për pare se të fusin me zorë aty në makinë, si e rëmbyrë të marrë njerëz telefon. Të rëmbejnë pas të rëmbejnë. Po gjithsesi, mendoj që telefoni ka arritur atë që ka dashur. Me ka bërë të varur komplet, tani është e kotë themi të kundërtën, dhe kotë themi që i rezistojmë në telefon. Jo pra, pa tjetër. Edhe personat që i fiket me zi presin që ta ven karikim të shikojnë direkt qa ka ndodhur, kush ka marrë. Është e pa mundur. Po gjithsesi, do me thënë shumë nostalgji për këtë Nokian. Shumë. Unë mendoj që në qofë se do dilte dhe një herë në treg, ky Nokia, do blije i sërish. Do njerëzit do ta blinin thjesht për ta pasur në shtëpi. Në fakt, ky model Nokia e përdoret ende nga trafikantët. Është i vetmi, ka një sëri të këtij modeli që është i pagjurmueshëm nga Po normale, kush e gjurmon një. Janë disa lloje telefonash së paku që e mbajnë mend nga koha që nuk kishin dalë ende smartphone-ët kaq
në shumicë, pra kaq aktiv sa janë tani, ishte një kohë që ishin telefonat të caktuar që kishin një çmim shumë të lartë dhe që ishin të pagjurmueshëm. Pra që kur ti ike për të blerë një telefon, ai të thoshte ky telefon ka këtë çmim. Edhe ka këtë çmim sepse ka këto veti brenda si telefon. Po ku ta di ti atëherë çfarë do të thoshte ti ishte i pagjurmueshëm, se sot nëse do kishe telefonin ti do kishe nisur biznesin e palishëm. Ai telefoni. Isha bërë Pablo Escobar. Ecim. Mirë Pablo, ecim dhe tjetër. Ecim. Mos u shqetëso, nëse harron ku i ke çelsat, ndoshta e thjesht shumë kreative. Kjo gjëja na mundon gjithmonë, kam përshtypjen. Po në rastin që ke një tek çelës. Me pjesën e çelsave na mundon. Gjithmonë. Është një ndjesi e tmerrshme. Ti thua, more, si e lash, vetëm një kisha. Ja, tashmë është një studim i publikuar që thot njerëzit që shpesh humbasin sende të përditshme, si çelësa, portofol, telefon etj, mund të jenë më kreativ se mendohet. Ua, e pra, mama tona fantastike, sa kreative. Janë gjithmonë e arrin. Gjithmonë e arrin çelësa. Gjithmonë e arrin çelësat ose telefonin diku. Po. Kjo lloj harrese thot lidhet me një mendje që është vazhdimisht e angazhuar me ide, projekte apo mendime krijuese, duke bërë që truri të mos përqendrohet ai shumë. Pra truri nuk përqendrohet ai shumë te detyrat e zakonshme të përditshmërisë. Është duke menduar diçka tjetër. Po, edhe pse mund të duhet pak më shumë kohë për gjetur ku i ke lënë gjërat, ky shpërqendrim thot nuk është dobësi, por tregon që ti po mendon për diçka tjetër. Por kjo është arsye e sherreve në familjet shqiptare, pse harrove aty po. Që jam kreative çdo mëngjes time. Bravo. Për gjetë çelësat, për gjetë portofolin. Unë çdo mëngjes harroj ku kam telefonin në shtëpi. Ku ke lënë atë, nëse ke lënë hekurin vend për shkak ose ndonjë prizë vend, është torturuese. Ja, unë po sot theva 3 herë me kontrollu po. Kam shumë frikë. Unë e kam sfiduar vetin dhe kam menduar kështu, e kam lënë, mëse se kam lënë, kam shkuar deri në katë të dytë, po ngjitem se ndoshta e kam lënë. Më mirë ta shohësh se sa të rish me merakun gjithë ditën. Po, sidomos kur udhëton jashtë Tiranës për shembull. A i mbylla ujin? A i mbylla rubinetat, ato sarqineskat kryesore, a i ule automatët, po. Sa herë më ka ndodhur me shoqëri, me njerëz familjarë që udhëtojnë jashtë Tiranës apo jashtë shtëpisë, edhe marrin telefon të lutem, po shkosh pak te shtëpia se janë në Durrës tani dhe nuk e di e kam lënë. Kam lënë hekurin ndezur apo jo, që është patologji botërore. Duhet të ketë patjetër një njeri tjetër, një çelës të shtëpisë, për shembull prindërit e mi ose familjarët e kanë patjetër. Kur iki jashtë maman, ose bieshi, në Tiranë bieshi dhe ati ku ikim nes bieshi. Aman, ato grilla, aman të dritarët. Por së shumë nevoja, se ka gjithmonë për shumë në përshkallët e pallatit, ose poshtë rrugicës, ose tek ajo e sahatit, ujë, qenë, ka gjithmonë një çelës aty. Mund ta gjesh. Ka ndodhur në një çudi e madhe në pallatin tim, domethënë që nuk i lini? Nuk është se kam kontrolluar, po të paktën aty te ajo. Po mirë, gjithë shprehjen ti beso dhe kontrollo. Kontrollo një herë, se mbase mund të dalë një telefon, në një celular, në një kështu çelës, kujt dihet. Nga papërgjithshmëri në kreativitet. Shumë interesante. Po mirë, tani do themi, nëse do na akuzojnë që, po si harrove këtë gjë? Jam kreativ. Jam kreative. Interesante. Ishkon për shtatë kjo argument. Sa bukur, a? E shikoni që ju solla një titull të këtë cilë. Faleminderit, Re. Si çdo ditë Romina je shumë kreative. Faleminderit, shumë ju dua shumë. Wow, e sigurt po mendon për bizneset. Ikim në reklam. Kur jarron. Okej, super, po mbëritim. Erdhëm, po ku do ikim? Se ne kur vim... Elgjelza, e preferuara jon. Dhe ta shohim Gjergjezën e ditës. Më çel çdo ditë, por nuk kam derë. Më flet, por nuk të përgjigjem. Më tregon edhe mbaj mend. Truri. Syt. Më çel çdo ditë, por nuk kam derë. Më flet, por nuk të përgjigjem. Më tregon dhe mbaj mend. Ditari? To nocët, to shënime të gjërat. Jo? Blok? Jo? List faturë? List faturë.
Më të qesh do ditë për goja. Jo, se mbe mua duke qesh. E kisha më përpara. Ti goja na për s'do flasësh, normal. Siri Romina. Më është përshëndruar. Ka një përgjigje Dorisa? Voice note? Qërë është telefoni, jo. ChatGPT-a, jo. ChatGPT-a përgjigje? Jo, nuk është ChatGPT-a. Po, ajo të kthejmë përgjigje. Balon e kemi gjetur në si përfundim? Se ka si ende. Është shkruar të balona. Çfarë çelim në çdo ditë? Do të jetë një gjë që ne e bëjmë në përditshmërinë tonë. Qelim lulet, po qash. Hamo gjeti se... I dua lulet në dritare, Se jemi... me do zemra, Shumë... se ato lule, unë dua vajzën lule qëri brenda. Bravo, bravo. Përshëndesim. Kozmajnë madhë, kozi madhë. Babushi. Babushi. Hajde. E gjeni dot, keni ndonjë një ide, ne këtu i dham opcionet tona. Atëre, çoni ju përgjigjet tuaja në Instagram, në TikTok, në Facebook, edhe të rej me qenë se s'kam summit e gjëra. TikTok, Instagram, Facebook, po shqyr summiti i iku edhe pas të këmbën e mbarë. Që Sa të iku. thua, mos artë më? Jo. pra. Jo, mërë, se ne me zorë po prisnim që Europa të këthën të përbëndjen të ne dhe të vinte këtu. Ne tani që vjen summiti, jemi të gatshëm t'i lëmë gjithë punët, madje edhe çelësat e shtëpisë, blej summitin në për shtëpitë tona. E thënë nga ty. Si është ajo shprehja bora nga thëmbrat majat, nga majat. Më raft pika. Ami, Që ti iki, po si është shprehja? Po, Nuk e di. asë unë s'pa e mbajë mund, po. Nga duart këmbët, se si është ajo. Nga këmbët vrapit. Më thënë ti Nga gishtat thëmbret. Ja, po është një e lezetshme ajo, është simpatike si shprehje. Thëmbrat e Maja ishte interesante, po hajta bësh bashkë të një gjithë këtë. Ka që mërë, po flasim për Akilin. Gjithsesi, mund të dërgoni përgjigjet edhe në postrën time elektronike, e cila është ribezhani@kemingelurpasamit.mcn.tv. Bravo, super. Okej, teksti më shpejt. Hajde. Cili është teksti? Hajde regjia. Ka po shkojmë, hajde kallëzojmë ku po shkojmë. Ka po shkojmë, ku do që me zgjedh. Nuk e kam, i që cikov. Më falë, urdo. Na. Dikush ju kallëzoj këtyre ku po shkojnë. Po, Na kallëzoj rrugën. Hajde jerë. kallëzona. Qashtu ka mu duk, po për lek nuk është tema. Zot, anë shnetin, se tjerat veti blejna. Prej që egziston Shqip hip-hop skena. Dje sot e nesër, qelsin na e kena. Sa vjetë jon ka shkojnë, e muzika nuk po des. Tu ka desht ko me kuptu kush all the best. Nuk e di sa pe vren, na nuk jem në një thes. Yes. Keri o Gjerman, hekri o Francez, çanta italiane, pasaporta kinez, qefi sa Stamboli, sa hati Rolex, paret amerikane, palume Maythes. Qa ke prit, naimi është moto për me pa pakës drit. Koha është pare belash. Së është asë një dit me kujtu që kemi hjek të kallëzu që kemi arrit. Ka po shkojmë? Hajde kallëzëm. Ka po shkojmë? Po s'kem pun tjetër, temi ty nga do ikë. Po kallëzëm, pra ka po shkojmë? Po që puna këti o djali, apo është... Po mirë, kudo që ki me zgjedh, nuk e kom për herë të parë. Na, ta puta. Ka qishte. Po ja pra që ti jepshim ca nota humori, kengës. Më shkrim. Na. Nuk rritën kur, do me thënë. Po ja pra thash unë që në mëgjes, sot një mëgjes kastor. Jam zuar në forum.
Në forum. Jam në formë. Mishë së ngrite në këmë të brekë në anasësht. Jo, është tjetër nana, jo. Jam në formë sot. Kush e këndonë, kush e këndonë? Në forum qofsh. Po deshe ti, është dhe 2, është dhe po, është dhe 2. 2 po 2? Edhe 2 po 2. Ta dëgjojmë një herë, ta dëgjojmë. Hajde, ti japim një shans. Shoje regjia. Qa ke prit, na imi është moto për me pa pa kës drit. Koa është pare belesh sa si dit, me kujtu qa kemi hit, tu kalzu qa ke marrë. Qa ishte kjo këngë? Jo, e garantume ja kemi njës prej zeros, kur gjo e limitume. Po falë, pëse ne të tjerët nga ja kemi njës? Nga 100-ta? Po, ne i kanë shtruar një herë, kemi vajder të 50-a 100-ta, e tani kemi vazhdu vetë. Vetëm jo artistët e keni njës nga zero. Thuja 2 po 2-shit. Thuja 2 po 2-shit. Shumë jetë të vështirë keni. Ne po s'na e beson njëri. Po, pra, e vërtet, mirë. S'na e besojnë. Okej, ikim të tëftuarit me një herë atërë, se do flasim, imagjinoj, do flasim për ulqerën në stomak. Ka njërës që vojnë prej vitesh nga ulqerën në stomak, dhe kam bërë tashmë si një pjesë të jetës shumë problematike, duhet thënë, sepse ka simptomat të ndryshme, të forta gjithashtu, që mund të paralizojnë ose mund të ndjejnë këto dhimbjet për mos vazhduar do të ditën natyrshëm edhe normale. Që kështu Luciano Bardhi, vetëm pas pak na tregon fuqit e natyrës në kurimin e ulqerës në stomak, bimët që përdoren, le themi mënyrat në një mënyrë alternative, si dallojmë dhe nëse e ngatrojmë simptomat e ulqerës në stomak me simptomat e tjera. Që kështu vetëm pas pak, Luciano Bardhi na tregon më tepër. Okej, më pas, studio do të kthehet në një performancë të vërtet cirku, sepse do të kemi 2 artistë nga atje, do të jetë Ulian Xhani, i cili është akrobat, dhe Mario Elezi, i cili është mjeshtër i kafshëve i njohur për performancat magjike që ai bën me qen. Do të vi bashkë me qenin e ti sot në studio dhe ne do të kemi fatin të i bëjmë disa pyetje live qenit dhe ai do të përgjigjet. Po, sa bën 1+1 për shembull. Po, me anë të leurave, ai të tregon sa bën. Do jetë fantastike. Duket se dita ime, se ata më kanë bërë zbor një ditë. Sa bukur, sot do na thonë njerëzit, po si flisni, more. Dhe përveç performancës, do të flasim edhe për historikun e çunave, një jetë të tërë kushtuar cirkut, dhe në fakt Uliani, nëse ka përshtypjen kur ta dëgjoni do ju kujtohet, është personazhi që ka luajtur djalin Elastik te filmi me të njëjtën titull, filmi shqiptar. Është një film për jetën e tij ku ai është aktori kryesor. Okej, super, mezi po i presim, edhe më pas rikthehet në studion ton Mimi Ziu, peshkatari shumë i njohur. Fakt është bërë masiv Mimi, dhe ka personazhe shumë të njohur të botës medias dhe jo vetëm, që Mimi sa po shikojnë një peshk të veçantë për shumë në ujrat tona, thonë Mimi çfarë është kjo dhe çfarë po ndodh. Në fakt, prej kohësh ne kemi dhënë edhe në titujt e lajmeve që kemi komentuar, janë parë gjallësa të çuditshme, se çfarë janë këto gjallësa që edhe peshkatarët i kanë bërë të çuditën dhe thonë që si ka mundësi që kanë mbërritur edhe deri në detrat tona, në ujrat tona, që kështu Mimi Ziu na sqaron vetëm pas pak në lidhje me këtë ndryshim të ekosistemit dhe gjithashtu nëse kjo është periudha që dilet dhe peshkohet masivisht. Bukur. Okej, super, atëherë. Kjo ishte dhe dita për sot. Po, dita sa po nisi ndërkohë. Sa po nisi, po. Tani do shohim vetëm pak horoskop dhe do kthehemi më pas në studio. Dashi, ka mundësi që dita e sotme të jetë disi delikate për ju dhe në disa momente mund të ndiheni të pasigurt. Ju që keni një lidhje nuk do jeni shumë diplomat dhe të qeni të drejt për drejt mund të sjell debate të her pas hershme. Nëse jeni beqar, më në fund do mund të shpreheni lirisht dhe ka gjasa që të marrin përgjigje pohuese nga dikush. Në punë mundet edhe të mërziteni duke bërë gjithkohës të njëjtat gjëra. Pranojeni propozimet e reja pa ju dridhur qerpiku. Yjet do u ambrojnë gjithkohës të ardhurat dhe ky sektor do jetë plotësisht i mbrojtur. Lejojini vetes dhe ndonjë shpenzim për qejfin tuaj. Demi, dita e sotme ka për të qenë shumë herë më e mirë nga më parë, kështu që lëreni veten të lirë dhe bëni atë që ju doni dhe ndjeni.
Për ju të dashuruarit do jetë ditë e favorshme dhe mjaft e privilegjuar. Nuk do keni mosmarrveshje me partnerin dhe do i shihni gjërat me larg pamësi. Ju beqare do hallakateni kot së koti dhe nuk do ndryshoni as sot të statusin tuaj. Në punë sado që të mundoheni nuk do arrini atë që doni. Gjithsesi avantazhi është se do e merrni çdo gjë me pozitivitet. Shpenzimet kontrollojeni me kujdes, pasi në të kundërt situata do ju dalë jashtë kontrollit tërësisht. Ndihmën e miqve duhet ta pranoni sepse do ju duhet. Binjakët, ditë monotone ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë. Edhe nëse keni një lidhje, do ja lini gjërat kohës dhe her pas here do ndiheni keq, pa dëshirë për të vazhduar dhe mund të mbylleni në vetvete. As ju beqarët nuk do keni fat në dashuri, kështu që ju duhet të prisni edhe pak për ndryshime. Më mirë ta kaloni kohën e lirë me miqtë e ngushtë sepse nuk keni për të mërzitur. Në punë keni për të korrur ato që keni mbjell. Nëse keni bërë përpjekjet e duhura, çdo gjë do ju ecë më së miri. Marsi do ju nxjisë që të tregoheni dorë lëshuar me shpenzimet dhe gjendja ka për të pasur goxha tronditje. Gaforja. Planetet do ua bëjnë çdo gjë të mrekullueshme sot dhe në çdo moment do përjetoni kënaqësi të papërshkrueshme. Venusi do jetë planeti që do të ketë ndikimin më të madh tek jeta juaj në çift dhe do ju bëjë që të përjetoni emocione shumë të forta. Zemra e beqarëve nuk do ndihet mirë as sot. Mërzitja do ju pushtojë her pas here, por nuk do kenë çfarë të bëjnë tjetër veç se të presin. Në punë, nëse ju duhet të jepni përgjigje për disa propozime, kërkoni disa orë kohë për reflektim. Në planin financiar nuk ka për të ndikuar asnjë planet, kështu që situata do varet plotësisht nga mënyra se si ju do menaxhoni. Luani. Hëna kësaj here do ju bëj edhe më të ndjeshëm ndaj botës që ju rrethon. Nga ana tjetër nuk do e humbisni asnjë moment realizimin dhe do jeni të vëmendshëm. Jupiteri do të influencojë jetën tuaj në çift. Ky planet i fatit do favorizojë marrëdhënien që keni krijuar, duke ju bërë më bashkëpunues me njëri tjetrin. Ju beqarët duhet të tregoheni pak të matur në çështjet e dashurisë. Nuk është dita e duhur për t'u angazhuar seriozisht, kështu që shihni vetëm t'ia kaloni sa më mirë. Në punë do ju duhet të bëni disa rregullime të vogla që gjërat t'ju ecin më natyrshëm. Situata financiare do të jetë e kënaqshme, kështu që mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha. Gjatë gjithë kësaj dite do bëni gjithçka që të përshtateni me situatat që do ju vinë. Në asnjë moment nuk do shkoni kundër rrymës. Ju të dashuruarit do mundoheni të arrini harmoninë në çift më shumë se sa të kaloni një ditë plot pasion. Do bëni gjithashtu përpjekje që të bashkëpunoni dhe të flisni më shumë me partnerin. Ju beqara do keni shumë takime, por nuk do keni dëshirë të krijoni një lidhje serioze. Nga fundi i ditës, ky mendim edhe mund të ndryshojë. Në punë, shefat do ju përkrajnë iniciativat e reja që doni të ndërmerrni dhe do ju përgëzojnë mjaft. Kjo do jetë një shtysë edhe më e madhe për të bërë gjithçka edhe më mirë. Financat, edhe pse do shpenzoni goxha, do jenë të mira. Peshorja. Ka rrezik të jeni të paduruar gjatë kësaj dite dhe mund të keni reagime të pamenduara. Nëse jeni në një lidhje do fillojë një etapë e re sot, por nuk do jetë aq e mirë sa që kishit menduar. Partneri do e ketë të vështirë t'ua shprehë ndjenjat dhe kjo mund t'ia acarojë dhe t'ia bëjë që të mendojë gjëra të paqëna. Ju beqarët do prisni që gjithçka t'ju ndryshojë si me magji, por në fakt nuk do ketë surpriza. Në punë do ju dalin goxha vështirësi dhe nuk do arrini dot atje ku e kishit planifikuar. As shefat nuk do i bindni dot për t'ju pranuar kërkesën e bërë. Për fatin tuaj të mirë, financat do kenë goxha përmirësime dhe kjo do ju lejojë që të shpenzoni edhe më shumë. Akrepi. Sot planetet do sjellin ndryshime të mëdha për ju, do ndiheni më mirë dhe zemra do ju mbushet me optimizëm. Ndikimi shumë i madh i Plutonit do ju bëjë që ju të dashuruarit mos keni asnjë problem me partnerin. Dita do jetë euforike dhe rutina do të largohet. Herëherë do ndiheni të lumtur. Ju beqarët do ndikoheni pozitivisht nga Urani dhe mund të keni edhe takime që do lënë bresa tek ju. Në punë, dëgjojeni shefat dhe mos bëni të kundërtat atyre që do ju kërkohen. Vetëm kështu do të ecni përpara. Do tregoni paksa indiferent me menaxhimin e financave dhe problemet do jenë edhe më të mëdha. Shigjetari. Ka mundësi që sot në shumë momente të ndjeni të mërzitur dhe të mos keni dëshirë për të bërë asgjë. Fatmirësisht planetet nuk do ju lënë në baltë dhe mund të ndryshojnë gjithçka. Ju të dashuruarit për një herë të vetme do e lini veten të lirë dhe do i shprehni ndjenjat tuaja pa menduar si do i marr partneri. Do keni edhe kurajo që të flisni shumë hapur.
Një beqartë ndërkaq do keni ndryshime dhe takime, por nuk duhet premtoni asgjë pa qenë të sigurt. Në punë, hapat që do hidhni mund të mos ju çojnë atje ku kishit menduar dhe në disa momente do ndjeni vërtet keq. Nëse sapo keni filluar një punë të re, tashmë gjërat do ju ecin qetësisht. Në planin financiar do keni mundësi të mira për të përmirësuar buxhetin. Bërciapi, yje do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do ju merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruarit do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, fal sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotrojë gjatë gjithë kohës tensionet dhe problemet. Shpesh do të gjendeni në utkryqe. Me financat do jeni shumë praktik dhe do dini se si ta mbani gjendjen nën kontroll. Ujori. Nuk do jeni shumë të butë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të tregoni më të ashpër se sa duhet me personat që ju rrethojnë. Marrëdhënia me partnerin do të përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do u aplotsojë të gjitha qejfet. Ju beqarë do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Në punë nuk do duroni dot që të tjerët t'ju thonë çfarë duhet të bëni dhe mund të debatoni me disa persona. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur syt nga buxheti që keni dhe kjo do i rrezikojë shumë financat. Peshqit, në disa raste do ndjeni nën presion sot për të bërë më të mirën e mundshme. Mundet edhe të lodheni pak, por do arrini atë që dëshironi. Dita e sotme do të jetë më e favorshme për ju që ende nuk e keni gjetur shpirtin binjak. Do jeni tërheqës dhe magnet të vërtet. Askush nuk do kaloj pa i hedhur një herë syt nga ju. Jeta sentimentale për ju çifte do jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajeni këtë klimë. Jupiteri do ndikojë tek financat dhe do ju bëjë më të matur. Në punë keni për të përballur me sfida të forta, por asgjë nuk do ju duket e papërballueshme. Para se të bëni një shpenzim, duhet të bëni mirë llogarit. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën